Jemi në studio dhe në këto momente, sigurisht, vazhdojmë të jemi po me Kosovën, po me ngjarjet, me historinë, me protestën, me festën, me atë se çfarë është kërkuar, pra siç e thamë edhe me Marlin Laçin si ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, për atë se çfarë është kërkuar nga prokuroria për dënimin e ish-krerëve të UÇK-s, një sër ngjarjesh të cilat domosdoshmërisht të ngjallin revolt, mërzi, hidhërim për shkak të sakrificës edhe asaj se çfarë kanë përjetuar shqiptarët e Kosovës. Për këtë arsye, ne do kemi një lidhje me Skype nga Kosova me politikanin Izmir Zeka. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjapë. Shumë kënaqësi që jeni me ne sot, edhe gëzuar për ju, familjen tuaj dhe çdo të afërm tuaj. Faleminderit. Gëzuar për gjithë. Faleminderit. Dhe në fakt do donim që t'ishte krejt ndryshe situata e sotme, t'ishte një festë edhe që zemrat e gjithë shqiptarëve të gëzonin ashtu siç e meritojnë në fakt. Por ndodh krejt e kundërta. Ne kemi gjithë fokusin, vështrimin, vëmendjen dhe zemrën tek ajo se çfarë po ndodh në gjykatë dhe kërkesën e prokurorisë për ish-krerët e UÇK-s. Ju si e keni parë të gjithë këtë lajm? Gjithatë është një koincidencë që mund të themi historike, të pikërisht në ditën e pavarësisë, ne kemi një marsh i cili del në mbrojtje të krerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës. Është si të themi një absurd i llojit vet që po ndodh pikërisht në gjykatë e themeluar për institucionet e Kosovës, po absurdi është sepse krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës janë edhe themeluesit e shtetit dhe prokuroria me dosjet të Beogradit po mundohet të krijojë ose në fakt ka arritur të proklamojnë opinion të akuza që si bojnë ndera drejtësinë ndërkombëtare. Po, e vërtet, edhe në fakt me të drejtë thoni që pikërisht ata që kontribuan në themelimin e shtetit të Kosovës edhe ata të cilët duhet të festonin dhe do të ishin në krye të çdo lloj udhëheqjeje që do të ndodhte dhe atyre se çfarë do të jenë ditën e sotme në Kosovë. Por në vetën e parë, si individ, jo si politikan, jo si pjesë e politikës së Kosovës, ju ka trishtuar ky lajm, ju ka mërzitur kjo kërkesë? Shiko, janë momente ndjeshmërie e madhe, jo vetëm për mua, ndjeshmërie e madhe për tërë popullin e Kosovës, po për te kësaj, për te emocione, për te ndjeshmërisë që kemi edhe si individ, edhe si qytetar të Republikës së Kosovës, është ajo se çka po ndodh edhe me drejtësinë ndërkombëtare, po çka po ndodh edhe me shtetin e Kosovës. Sepse unë jam i bindur se nëse ndodh një padrejtësi historike, sigurisht as Kosova, po jo vetëm Kosova, as shqiptarët në Ballkan nuk do të jenë siç janë deri më tani. Sepse ju e shihni gjeopolitika dhe gjërat po ndryshojnë dhe pasandaj krijohet një narrative e Beogradit, dhe pasandaj ta përdor për konsum politik, po edhe për një shtet që kinse i dështuar i Kosovës dhe i krijuar nga njerëz sipas prokurorisë që vërtet do ta kishim dalë. Pra ju po thoni që nëse ky vendim finalizohet, nëse ky vendim bëhet realitet tashmë, Beogradi merr fuqi dhe Kosova në këtë mes rrezikohet në të gjitha interesat e saj politike dhe gjithëpërfshirëse, apo jo? Natyrisht, se politika nuk rrin një vend. Gjërat ndryshojnë dhe ju shihni që edhe ka ndryshime të mëdha edhe në Evropë edhe interesat ndryshojnë, kështu që vetë krerët, vetë njerëzit që gjenden në Hagë janë pjesë e proceseve pothuajse 30 vjeçare dhe sigurisht se frika ime personale është që megjithatë përveç po Serbia po don ta bëjë një ballans përmes shteteve mike, përmes Rusisë dhe shteteve që s'ia duan të vinë Kosovës, po don që të krijojë alibi që nesër thirret në gjëra krejt që nuk janë të vërteta, po megjithatë thirret dhe të devalvoj këtë proces historik shtetësimi e Kosovës. Çfarë ka në dorë Kosova në këtë moment? Politika e Kosovës,
politikanët, të gjitha figurat emblematike, çfarë kanë në dorë për të bërë në këtë moment, sipas jush? Shiko, Kosova si ka ikë prej dorë, me thonë proces dhe drejtësia ndërkombëtare. Edhe pse në shikim të parë është themelu prej Parlamentit Kosovës, është kriju këto gjykata speciale, prokuroria e tjera, megjithatë Kosova nuk ka qasje, nuk ka një farë forme as mbikëqyrje, as kontroll në këtë drejtim, dhe atje shihet nga krejt ajo që 4 krerët e UÇK-s atë akuzat i kanë të ngritura mbi bazën e dosjeve të shtetit sot. Dhe kjo është absurdi më i madh. Të kërkohet sot të kërkojmë ne drejtësi mbi bazën e disa akt akuzave që janë nxjerrë prej Beogradi, që shqiptarët kanë qenë viktimë dhe është bërë një luftë e paprecedentë, sidomos e shqiptarë për mbrojtjet e veta, ku janë vrarë 15.000 veta, janë dhunu gra, fëmijë e tjera, dhe shikohet bëhet një balans. Kjo është një absurd. Kosova ka mundur të bëjë diplomacia, të sqarojë më shumë, dhe të diskutoj më shumë, dhe sidomos ka mundur, sepse kjo gjykat, si pikë nisje, ka pas raportin e Dikmartit. Dhe me kalimin e kohës, kjo gjykat ka ndruar destinacion dhe është marrë me çështje tjera. Po e them, absurdi më i madh është se dosjet dhe dokumente ekzistojnë në prokurorinë e Agës prej vitit 82 e deri te vitet 2000. Në anë marrë në këtë dokumentet nga prokuroria e Beogradit në sjell prokurorinë speciale dhe mbi bazën atyre fakteve po mundohen të dënohen djemtanë që gjenden në anë. Ju gjatë asaj periudhe keni qenë zëvendës ministri i punëve të brendshme, apo jo? Po. Dhe si ka qenë ajo, le të themi, menaxhimi gjithë situatës, sepse i një ministrie që kishte të bënte totalisht me mënyrën se si funksiononin gjërat dhe mënyrën se si funksionojnë të gjithë instancat e shtetit. Si e gjeni veten në vendimarrjet që janë bërë në atë periudhë dhe automatikisht në atë se çfarë është pasqyruar ditët e sotme? Shiko, presidenti Thaçi dhe gjithë ekipa e tij, qoftë edhe mbrapa atij, shtetin e ka pa si diçka të shejtë dhe kemi funksionuar krejt normal dhe njëkohësisht jemi marrë me çështje të cilat janë interes shtetëror. Interesi i shtetit të Kosovës, harmoninë dhe bashkëndimin me shtetet më të fuqishme, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vende tjera mike të Evropës. Mirë po, neve edhe kur është themeluar kjo gjykat, ne kemi llogaritur që pasi ishte kërkesë e Këshillit të Evropës, ne ta formojmë, po megjithatë duke lëruar gjithmonë që ndjeni keq për këtë fakt, zoti Zeka? Ndjeni keq që u kërkua të krijimin e gjykate speciale në favor të ngjarjeve që kanë ndodhur në Kosovë dhe për të nxjerrë të vërtetën, të ndërkohë sot shihet si një bumerang i gjithë gjës. Shiko, gjërat që i kemi kaluar, qëllimi ynë ka qenë fisnik, institucional, shtetëror. Ne kemi shikuar shtetin, jo interesa personale, dhe mbi këtë bazë është krijuar edhe gjykata speciale. Duke e parë tani, do donit për shembull që sikur të kishit një shans të dytë, do ta kishit kërkuar krijimin e kësaj gjykate? Shiko, me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, edhe sot kur e shohmi, ndoshta do të kisha ndryshuar qasje. Do të kisha më ndryshe për shkak se edhe shqiptarët e Kosovës, edhe ne si qytetarë, edhe si institucione, kemi llogaritur që do të kemi një gjykatë e cila bazohet në fakte dhe në drejtësi ndërkombëtare. Jo në gjëra të cilat janë gjëra hipotetike, në gjëra nuk ka fakte, nuk ka argumente, po njëkohësisht edhe është me dosje krejt Beogradit. Prandaj kjo është irrituese dhe do të jetë, nëse ndodhe kundërta e lirëmit, do të jetë bumerangu më i madh ndërkombëtar që i ndodh edhe shteteve financuese, sepse ajo prokuroria, ajo gjykatë financohet edhe nga shtetet e Evropës, megjithatë
do të jetë mirë për drejtsinë ndërkombëtare dhe njëkohësisht natyrisht që nuk do të jetë mirë as për shtetin e Kosovës, po edhe do të pengojë sipas bindjesime shumë procese në Kosovë dhe do të jot mundësia e problemeve, si themi, në Kosovë, sepse kjo është sikur ta merrnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën e tij George Washingtonin në burg përse ka luftuar për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu po ndodh me Hashim Thaqin dhe shokët e tij. Dhe ky është absurdi i llojit. Domethënë kemi një diplomaci evropiane dhe kemi një prokurori e cila luan me karta të dy fishta ose me një perceptim të dy fisht, vetëm për të dënuar shtetin tonë. Dhe kjo sigurisht shihet se indikacionet janë se ka presione nga vendet e lindjes në një farë forme për dobësuar Kosovën dhe për të dobësuar perspektivën e saj. Sot ndërkohë, zoti Zeka, do të jetë edhe një protestë e cila do të zhvillohet për ish-krerët e UÇK-s, një protestë e cila mendohet të jetë deri në 200.000 persona. Ju mbase mund të jeni pjesë e asaj proteste, nuk e di se si është agjenda juaj ditën e sotme. Unë tash pas kësaj interviste do të jem si thënë në Prishtinë dhe ne shpresojmë që ky marsh do të jetë një protestë për drejtësinë, një drejtësi e them edhe vonuar dhe për një drejtësi që nuk po shihet askund. Pra ju do marshoni sot? Urna? Do jeni dhe ju pjesë e marshimit sot, them? Po, gjithsesi. Do të jemi aty dhe shpresojmë që të bëhet një mesazh që qytetarët e Kosovës, institucionet e Kosovës kërkojnë vetëm drejtësi për te politikës, për te lojrave të ndyra, që mund rënë ne kërkojmë vetëm drejtësi dhe asgjë më shumë. E vërtet. Zoti Zeka, ju keni pasur edhe raport miqësor me zotin Thaçi? Po, kemi qenë në shok studimesh, kemi kryer studimet bashkë në Prishtinë, kemi qenë shok hershëm. Të ka marrë malli për një bisedë me të, çfarë do t'i thoje, çfarë nëse do t'jepesh mundësia për të qenë, për të pirë një kafe të dy bashkë, për të shkëmbyer dy fjalë, ndoshta për të konsumuar një drek. Si në kohë, si më përpara. Shiko, është gjithmonë ajo ndjenja, ajo afërsia që kemi kaluar kohë gjatë, kemi kaluar bashkë në kohërat më të vështira, në kohët më të rënda, kur jeta studentore, edhe jeta studentore ka qenë e rëndë, por kur studentët marshonin në Prishtinë kundër rrugës sërbe dhe rrinim në për qoshe të Universitetit të Prishtinës, bisedonim se si të zgjidhej, se si të bëhej me Kosovën, pinim kafe, e nga njëre lexonim libra andaj e këndaj, po krejt objektivi ynë bashkë me Thaçin ka qenë se si të shlirohet Kosova, se si të largohet Serbia nga Kosova. Çfarë është një detaj mbase, zoti Zeka, që ju kujtoni, ose një bisedë, ose një komunikim që ju keni pasur me zotin Thaçi, pra çfarë është një moment mbase që ju ka bërë përshtypje dhe e keni në memorie, si gjën e parë që kujtoni kur flitet për të? Është interesant, rikthimi nga një sigur rikthehet në histori. Rikthehet se kanë kaluar vite të tëra. Thaçi ka qenë njeri i qetë. Ka qenë studenti më i mirë i Universitetit të Prishtinës së viteve 90-ta. Ka qenë student që ka notën mesatare mbi 9.50 dhe mirë po, Hashim Thaçi nuk ka kursyer në asnjë moment asgjë prej vetës. Edhe pse ka pas një familje të madhe, ka pas edhe kushtet e mira, megjithatë njeriu që edhe aso kohë ka organizuar studentët, ka organizuar edhe të tjerët kundër regjimit serb, ishte ky. Ka qenë një njeri i qetë, një njeri i butë, një njeri komunikueshëm me të gjithë
dhe objektiv jetësor i tij ka qenë se si të arrijmë të shlirohemi prej Serbisë. Ishte dhunë e paparë dhe kjo ishte biseda, si themi, e përditshme. Ndoshta diçka të veçantë nuk mbaj mend prej asaj kohe se kanë qenë përditshmëri, po megjithatë ka qenë ndoshta prej personaliteteve që ardhmja do ta tregojnë saj ka bërë historinë e Kosovës. Kur e shihni në gjykatën speciale, teksa i dëgjon të gjitha versionet, teksa dëgjon ndoshta edhe të pavërteta të thëna në sy të tij, në imazh, meqense ju e njihni shumë mirë atë personalisht, e shikoni të mërzitur, të dorëzuar, apo vazhdon luftoni ende për të drejtën e tij dhe të shtetit të tij? Jo, unë kam qenë në vizitë te presidenti Thaçi. Dhe fjala për që kishte një moral të lartë, fjala e fundit e tij, fjala e fundit po e them. Pasi jemi përshëndet, më ka thënë mos harrojmë se Kosova është shteti i pavarur tani. Të çështjet tona do të kalojnë ose sot o nesër, megjithatë Serbia kur nuk do të thërë në Kosovë. Ne kemi një shtet lirë dhe për çështjet politike brenda gjykatës ne do të vazhdojmë të përballemi me të, sepse Serbisë ju ka hjek tortja nga goja. Dhe ky ka qenë një mesazh që unë asnjë asnjëherë se kam pasur momente as në burgun e Hagës, nuk e kam pasur të shkruar fare, por me një bindje se drejtësia në fund do të triumfojë. E qartë, pra ai sado që le të themi ta ketë psuar vetë për momentin të gjitha të urrëtitjen e Serbisë edhe politike në këtë mes, prapë se prapë ai gëzon për faktin që Kosova është shteti i pavarur tashmë dhe është i lumtur se ja ka dalë qëllimit të tij. Është saktë, presidenti Thaçi edhe tash jam i bindur që gjendet aty, po edhe para sa viteve ai pas luftës ka jetuar se si të zhvillohet Kosova, se si të jetojnë njerëzit mirë, se si të jetojnë gjitha palët mirë, qoftë edhe minoriteti serb që gjendet në Kosovë. Domthonjë ka qenë një njeri, si me thonën, me kulturë perëndimore, dhe ka dashur që të ketë një shtet multietnik, një shtet të zhvilluar të Kosovës, dhe ku gjithë qytetarët jetojnë të barabartë. Domethënë akcenti i tij ka qenë gjithmonë në këtë drejtim, edhe pse Serbia kishte kryer gjenocid në Kosovë. Po për hir të interesit shtetëror, zhvillimit të saj, ai e ka pa pak më ndryshe zhvillimin e Kosovës dhe për atë unë them shpesh se janë të rrallë njerëz me, si me thonë, me nivelin e tij dhe me pamjen e tij për te momentit politik. E vërtet, do doja që nga ju, zoti Zeka, të kishim ndoshta një urim në mbyllje të kësaj bisede për shqiptarët e Shqipërisë edhe shqiptarët e Kosovës. E kemi? Në dëgjon? Zotin Zeka nuk e di, e kemi për momentin, jo, nuk e kemi. Jo, por gjithsesi jam shumë e sigurt që ka pasur një shkëputje, si duket. Do uronte që të bëhej më e mira dhe patjetër që të rrëzoj ajo pretendimi i prokurorisë në gjykatën speciale dhe pse jo, shumë shpejt, së shpejti, të 4 ishkërët e UÇK-s të gëzonet, festonet ishin në krye të vendit, edhe sigurisht edhe me familjet, me njerëzit e dashur, atje ku vendi takon dhe për të përjetuar këto 18 vite pavarësi dhe shumë vite të tjera. Do e mos pavarësisht kësaj situates që sot është me protestë edhe ne normalisht që kemi dhënë fokusin kryesor protestës, nuk duhet të harrojmë që është një fest. E sido që tjetë situata, nuk duhet të harrojmë edhe mesazhin që Zoti Thaçi ka thënë pikërisht në bisedën e tij, pra siç tha Zoti Zeka, që Kosova është shteti i pavarur, sado që të lodhen, Serbia nuk kthehet më kurrë. Pra ky është mesazhi më i bukur në këtë ditë pavarësia e Kosovës, edhe kështu mendoj që duhet trajtuar gjithë ditën sot. E vërtet, e vërtet. Ne kemi vetëm këtë shkëputjen që do shkojmë te tendencat 5 ditore të motit dhe më pas do të kthehemi me të tjera